Sezoni i verës po afron, e me të edhe pushimet e mërgjimtarve që destinacion kanë dhe në lindjen e tyre Kosovën. E në këtë periudhë fillon edhe sezoni i dasmave dhe ahengjeve të tjera familjare. Në këtë ngjarje të veçanta, veshjet kombëtare zën një vend të rëndësishëm. Sipas Dita Orana Zenelit, nga ujë që dita, mërgjimtarët qysh nga viti i kaluar kanë bërë rezervimet për veshjen kombëtare, me të cilat duan të paraqiten në dasmat e tyre. E kjo fal përkushtimit të prindërve për të kultivuar te fëmijët dashurinë për vendin dhe trashëgiminë kulturore. Me fillimin e sezonës na jemi përgatitur për sezon, edhe presim shumë që diasporat na vjen si çdo herë, ashtu qysh vinë gjithmonë të përmallshëm për vendin, të kujdesshëm për veshjet edhe të interesuar për to. Për veshjet kombëtare, ata që kanë mu martu 2025-ën, thuj se kanë fillu rezervimet prej vitit kaluar me i bo, për zgjedhjen e tyne, kanë bo rezervimet, po vazhdojmë prapë edhe tash, edhe pse jemi në fillim të sezonës. Fatmirësisht ndoshta edhe promovimi i mediave ka bo, po edhe promovimi i vetë nonave që vazhdimisht po mirën me veshjen kombëtare, thuj se tash asnjë kanagjeq apo dorsëm nuk bëhet pa veshje kombëtare. Edhe kjo është një e mirëseardhur për gjithë neve, po gjithmonë t'u falenderu diasporën. Ndër veshjet më të kërkuara dallohen ato të Dugagjinit dhe Rugovës, por gjithnjë më shumë, po rritet kërkesa edhe për xhubletën, një ndër veshjet më të hershme shqiptare, por njëherësh edhe ndër më të vjetrat në botë. Në fakt ata kur kërkojnë mendimin ton, na i thojmë me hyn faqen e organizatës, me bo përzgjedhjen e veshjes, ndodh që pyesin cila më shumë është e preferuar apo cili është modeli për si vjet, na ja preferojmë, ju tregojmë cila po shko më shumë apo cila është trend, edhe ata që ta e marrin. Si për femra dhe për meshkuj, zakonisht veshja me veshje kërkohet, veshja e Dugagjinit. Për të djemt nuk është problem, sepse e kërkojnë jelekun, e kërkojnë shokën, është pak ma letë me u bo zgjidhje. Tash të preferumja, nuk me thonë në anës me të vegjes, mirë po që ka kërkohet është anës të Deçanit, anës Rugovës, xhubletën kohën e fundit e marrin shumë, na tash si organizatë edhe kemi ripërtri me dizajne, edhe ato e marrin shumë prej kur ajo ka hinë në UNESCO, është ma e kërkume, do me thonë edhe për kanagjeqe edhe për neja kështu që mirë është. Ajo shpreh shqetësimin për ruajtjen e kësaj tradite në të ardhmen, gjë që sipas saj është përgjegjësi e prindërve. Kohën e fundit dy partë, përpara vetëm mërgjimtarët, tash ndoshta kanë marrë pak lakmi prej mërgjimtarëve, për preferojnë edhe brenda Kosovës. Zakonisht kur të vinë pëlqejnë me marrë dhurata, që ju qojnë shokëve, shoqe, familjarëve, apo shefave tyne, ku janë ata të punu, kërkojnë diçka ma tjepër të Kosovës, unë gjithmonë një mundu me shku ka ajo që qka është e jona, marrin gurt trepqës, tash i kemi edhe gurt të trepqës me mbëshkrim cilët është anglisht edhe shqip që shkruan kujtim nga Kosova, ato i marrin shumë, qiftë lija të vogla, magnetat, borse qelsave që janë me Kosovë, këto zakonisht i marrin. Pirin që gjenerat që jemi është shumë i interesume dhe është e dojnë, se vrehet prej interesimit edhe të kërkesës tyne. Na i tutmi viteve në VM se qysh ka me qenë, kjo edhe mvaret prej familjarve apo prej prindve se soja kultivon fëmijës vetë kulturën, traditën, apo vendin, krejt mvaret prej tyne. Zeneli ndalet edhe te moskrijimi i qeverisë, i cili sipas saj ka ndikuar negativisht edhe në sektorin e turizmit dhe rrjedhimisht edhe në biznesin e saj. Gjatë vitit presme vizitorët që vinë, tash nuk kanë edhe viza, është pak ma letë nështë, kemi prit nështë një floks pak ma të madhë me vizitorve, mirë po nuk ka qenë, pak ka ndiku edhe puna e ngërqet që është, kështu që nuk po kemë ashtu vizitor qysh i kemi prit me në ardhë, apo qysh kemi pas vite tjera. Për gjitha vendër thuj se kemi, tash kohën e fundit kemi pas e prej Bosnjës që s'ka pas ma herët, për shtypje ju do këtë shumë interesant, kur ja shpjegojmë cila është e Kosovës, të veshjet kombëtare, pyesin çka janë këto, të plisi ju intereson shumë, me qenë se edhe për qelçat apo për kthyes,
janë shumë të kujdesshëm, çdo detaj ja tregojnë, edhe ajo është e mirë edhe për neve. Shpesh herë ndoshta edhe hiç nuk i ka pas plan me ble, mirë po me historinë dhe shpjegimin e sajna e merr. Tash edhe hyneshën në front e morin shumë, përpara nuk i ka njoft, po tash të penjofin edhe s'po ka nevojë me shpjegu. Veshjet kombëtare ofrohen edhe me qira dhe çmimet e tyre janë simbolike krahasuar me punën e madhe që kërkojnë, me që secila prej tyre është punuar me dorë. Fatkeqësisht puna dorës nuk është që vlerësohet shumë, ma shumë e vlerësojnë vizitorë që vinë se e dinë që është punë dore. Mirë po, mundësia që neve na ka bo me konë ma aktiv është se na veshjet kombëtare i lëshojmë me qira, edhe aty po është ma letë, edhe për ato që po dënë me qenë me veshje kombëtare, po edhe për aktivitetet që janë brenda Kosovës edhe prindojnë me marrë diçka vetëm sekundare, do me thonë vetëm për një ditë edhe e kthejnë. Kështu që çmimet nuk janë shtrejta, sepse ma i lira veshje me qira është prej 5 eurove e përpjet, kështu që nuk janë çmimet për mos mu përballu. As për mërgjimtarët, as për njerëz që janë brenda Kosovës. Sot, përdorimi i veshjeve kombëtare nuk është si dikur. Ato mbeten të pranishme në raste festash familjare apo në aktivitete shkollore ku fëmijët i veshin për ditët kombëtare.